Banorët zbuluan më në fund rrengun e vëllait të madh me kutinë e Pandorës së Artanit. Pas kësaj, Luizi la përfundimisht shtëpinë e famshme pas 3 ditësh qëndrimi si mysafir. Ai gjithashtu dha një mesazh për të gjithë banorët para se të dilten nga shtëpia. Ju kërkoj falje atyre që mund t'i kem mërzitur vërtet. Doja të bëja vetëm humor. Kam kaluar shumë mirë dhe uroj të fitoj më i miri. Uroj të gjithëve më të mirën. Fjalët e sinqerta janë, shijojeni. E keni marrë shumë seriozisht, vëllain e madh, zarfet dhe lojrat. Ju dua shumë të gjithëve, tha Luizi para banorëve, pasi la shtëpinë e shkoi në studio aty ku u shpreh. Vetëm se kisha filmin se nuk do dilja nga shtëpia. Luizi gjithashtu u përgjigj dhe pyetjes se kush e fiton spektaklin duke u përgjigjur Artan Kola. Nga ana tjetër, Luizi bëri një ndarje të qartë të shtëpisë duke listuar 3 personazhe që i duken më pozitiv. Sipas tij, për Luizin banori më pozitiv është Mali. Më pëlqen se është komplet jashtë shumë gjërave të kësaj shtëpie për mirë. Ka botën e vetë, është i respektueshëm të gjitha, u shpreh ai. Në listën e më të mirëve, ai renditi dhe Stenaldon, të cilin e vlerësoi për guximin, si dhe Tanin për sakrificën që ka bërë. Zgjedh Tanin duke ditur se çfarë ka lënë aty jashtë dhe ka vendosur me hyj për të lënë ato gjëra jashtë për të arritur diçka këtu brenda. Shigjeta kishte për grupin negativ. Selina, vajza e mirë të shumë dinake dhe shfrytëzuese, tha ai prerazi. Për Kristin Luizi pati një analizë interesante mbi rolin e tij dominues. Mendon se është kryer plak për disa banorë, të cilët do e kuptojnë që janë viktima. Lista negative mbyllet me Baby Jean, për të cilën Luizi mendon se krijon drama artificiale. Ka shumë momente që mundohet të kapet me disa tema dhe të krijojë situata me një fjalë kot dhe do ta bëjë të madhe, përfundoi ai.